Policia e Tiranës ka arrestuar ish konkurrentin e përputhen i cili shiste në dyqanin e tij produkte me logo false për të cilat nuk posedoheshin fatura blerjeje dhe nuk lëshoheshin fatura shitjeje. Në pranga ka rënë Hysen Rama, 29 vjeç, banues në Tiranë. Operacioni policor u finalizua nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike, financiare, të cilët zhvilluan kontrolle dhe verifikime me qëllim evidentimin e subjekteve që ushtronin aktivitetin e tyre në informalitet dhe shmangnin detyrimet tatimore. Gjatë operacionit të koduar etiketa, u zbulua një dyqan në rrugën Sulejman Delvina, ku shiteshin produkte me logo të markave të njohura ndërkombëtare të dyshuara si false. Sipas njoftimit zyrtar në subjekt, u sekuestruan veshje, çanta, syze dhe ora me logo firmash luksoze, për të cilat pronari nuk dispononte fatura mbi origjinën e mallrave. Po ashtu, dyshohet se ai nuk lëshonte kupon tatimor për shitjen e produkteve me qëllim shmangjen e detyrimeve fiskale. Mallrat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore. Ky rast vjen në një moment kur autoritetet kanë paralajmëruar një goditje më të fortë ndaj tregut të mallrave të falsifikuara në vend. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.